Ministri i Punëve të Brendshme. Ftojmë zotin Lamallari, pas leximit të formulës së betimit me dorën mbi kushtetut me tekstin betohem, të nënshkruaj aktin shkresor. Lexojmë formulën e betimit. Betohem në nderin tim se do të zbatoj me përpikmëri kushtetutën dhe ligjet, si dhe do të kryej me përgjegjësi detyrën shumë të rëndësishme që më është besuar të antarit të Këshillit të Ministrave. Betohem. Dekret për emërim ministri. Në mbështetje të nenit 93 dhe 98.1 të kushtetutës, me propozim të kryeministrit dekretoj, zoti Ermal Nufi emërohet ministër i mbrojtjes. Ftojmë zotin Nufi pas leximit të formulës së betimit me dorën mbi kushtetut me tekstin betohem, të nënshkruaj aktin shkresor. Lexojmë formulën e betimit. Betohem në nderin tim se do të zbatoj me përpikmëri kushtetutën dhe ligjet, si dhe do të kryej me përgjegjësi detyrën shumë të rëndësishme që më është besuar të antarit të Këshillit të Ministrave. Betohem. Dekret për emërim ministri. Në mbështetje të nenit 93 dhe 98.1 të kushtetutës, me propozim të kryeministrit dekretoj, zoti Toni Gogu emërohet ministër i drejtësisë. Ftojmë zotin Gogu pas leximit të formulës së betimit me dorën mbi kushtetut me tekstin betohem, të nënshkruaj aktin shkresor. Lexojmë formulën e betimit. Betohem në nderin tim se do të zbatoj me përpikmëri kushtetutën dhe ligjet, si dhe do të kryej me përgjegjësi detyrën shumë të rëndësishme që më është besuar të antarit të Këshillit të Ministrave. Betohem. Dekret për emërim ministri. Në mbështetje të nenit 93 dhe 98.1 të kushtetutës, me propozim të kryeministrit dekretoj, zoti Enea Karakaçi emërohet ministër i infrastrukturës dhe energjisë. Ftojmë zotin Karakaçi pas leximit të formulës së betimit me dorën mbi kushtetut me tekstin betohem, të nënshkruaj aktin shkresor. Lexojmë formulën e betimit. Betohem në nderin tim se do të zbatoj me përpikmëri kushtetutën dhe ligjet, si dhe do të kryej me përgjegjësi detyrën shumë të rëndësishme që më është besuar të antarit të Këshillit të Ministrave. Betohem. Dekret për emërim ministri. Në mbështetje të nenit 93 dhe 98.1 të kushtetutës, me propozim të kryeministrit dekretoj, zonja Eriona Ismaili emërohet ministër i shtetit për marrëdhëniet me parlamentin. Ftojmë zonjën Eriona Ismaili pas leximit të formulës së betimit me dorën mbi kushtetut me tekstin betohem, të nënshkruaj aktin shkresor. Lexojmë formulën e betimit. Betohem në nderin tim se do të zbatoj me përpikmëri kushtetutën dhe ligjet, si dhe do të kryej me përgjegjësi detyrën shumë të rëndësishme që më është besuar të antarit të Këshillit të Ministrave. Betohem.
Pas kryerjes së betimit nga të 7 anëtarë të rinj të Këshillit të Ministrave, procedura e betimit konfirmohet e realizuar dhe kjo ceremoni deklarohet e mbyllur. Ju urojmë anëtarëve të rinj të Këshillit të Ministrave punë të mbarë. Ka përfunduar betimi I 7 anëtarëve të rinj të kabinetit para kushtetutës dhe para presidentit. Tashmë janë gati për të kryer detyrën e tyre. Shohim dhe fotoja zyrtare me presidentin e Republikës. Ndërkohë kemi presidentin Begaj që diskuton me zëvendës kryeministren e re, zonjën Albana Koqiu, dhe fotoja zyrtare me antarët e rinj të kabinetit. Zoti Karakaçi, Zoti Lamallari, Zoti Nufi, zonja Koqiu, presidenti Begaj, Zoti Hoxha dhe ministri I ri I drejtësisë, Zoti Toni Gogu. Ndërkohë shohim gjithashtu dhe trupin diplomatik, por edhe personat e tjerë të pranishëm që ishin në këtë ceremoni. Ne do të shkëputemi tani për një hapësirë publike.